Gjeneta Fetahu ka njoftuar se është përfshirë në një aksident trafiku me veturën e saj, një lajm që ka ngjallur menjëherë shqetësim dhe reagime të shumta në rrjetet sociale. Përmes një postimi në profilin e saj personal, ajo ka konfirmuar ngjarjen, duke ndarë me ndjekësit edhe një fotografi nga vendi i aksidentit. Në imazhin e publikuar, shihet qartë automjeti i saj i dëmtuar pas përplasjes, me pjesën e përparme të makinës që ka pësuar goditje të konsiderueshme. Edhe pse fotografia nuk shoqërohej me shumë detaje shpjeguese, pamja ka qenë e mjaftueshme për të kuptuar se bëhet fjalë për një incident serioz. Postimi i saj është mbushur menjëherë me komente nga ndjekës, miq dhe figura publike, të cilët kanë shprehur mbështetjen dhe shqetësimin për gjendjen e saj. Deri në këto momente, nuk janë bërë publike informacione shtesë mbi rrethanat e aksidentit. Nuk dihet nëse ngjarja ka ndodhur në qytet apo jashtë tij, nëse kanë qenë të përfshira edhe automjete të tjera apo nëse kushtet atmosferike kanë ndikuar në incident. Gjithashtu, mungojnë detajet zyrtare në lidhje me ndërhyrjen e policisë apo të emergjencës në vend ngjarje. Një pikpyetje e madhe mbetet edhe gjendja e saj shëndetësore. Deri më tani, ajo nuk ka dhënë informacione të detajuara nëse ka pësuar lëndime apo nëse është jashtë rrezikut për jetën. Megjithatë, fakti që ka arritur të reagojë vetë përmes rrjeteve sociale ka lënë të kuptohet se situata mund të mos jetë kritike, ndonse kjo mbetet për të konfirmuar. Ngjarje të tilla rikthejnë edhe një herë vëmendjen tek siguria në trafik dhe rëndësia e kujdesit maksimal gjatë drejtimit të automjetit. Ndjekësit e saj vazhdojnë të presin një reagim të dytë ose një sqarim më të detajuar nga vetë ajo, për të mësuar më shumë mbi atë që ka ndodhur dhe mbi gjendjen e saj aktuale. Deri atëherë, rrjetet sociale janë mbushur me mesazhe pozitive dhe urime për shëndet, duke dëshmuar mbështetjen e madhe që ajo gëzon nga publiku. Nëse ju pëlqeu kjo video, shkoni në kanalin e YouTube-it Big VIP Albania Kosova, që e gjeni në bio. Mos harroni që të bëni subscribe dhe të klikoni butonin e ziljes që të informoheni për videot më të reja.